Përshëndetje njerëz, kemi ardhur në plazh, po marrim çik rreze, veni ku ndodhem nuk ja tregoj, po nejse më. Kam marrë të gjalpin që është gjalp nxirës me 15% faktor. Do të thotë që edhe të mbrëm nga dielli, po gjithashtu edhe t'i bën shalat e nxira, do të thotë t'i bën shalat çokoladë. Nejse më, po ju shpjegoj pak, po e bën një të shalte mia të bukura. Dhe ky gjalp është për gjitha llojet e lëkurave, por edhe për lëkura sensitive, duke qenë që ju kam thënë që lëkura ime është shumë sensitive. Gjithashtu, domethënë ta bën lëkurën të butë, ta hidraton dhe ka një aromë. Dhe gjëja më e rëndësishme është që të nxin, është gjalp nxirës. Do bëjmë çik shalat e mia seksi me këto. Realisht është shumë i mirë, unë kam 2 ditë që kam marrë në plazh, e kam shumë vështirë nxirr edhe 24 orë s'ka diell, po nejse mua, aq kohë sa ka diell, po tri gjithkohës ndjellun, nuk më jep rezultat. Nëse nuk vë këtë gjalpin, sepse nuk nxihem, kam një problem që nuk nxihem. Dhe fal këtij gjalpi, për 2 ditë unë jam nxirr. Do thoni ju po e vere këtë gjë, me vere, sepse të pjesët e tjera që ke parasysh ku ke rrobat e plazhit shu, ku jesh atë rrobat e plazhit, po diferencën që lëkura ime është më errët. Pra për 2 ditë më ka dhënë rezultat. Dhe unë këtë produktin këtu e kam marrë te Nora Doda, është produkti kompanisë Farmasi, që është një kompani e mirënjohur turke që ofron produkte shumë cilësore dhe mbi të gjitha e kishit njerë me çmime të ulta, sepse unë e kam marrë me ofertë. Do thoni ju pse se ke heq pelerinën të bësh shikoni këtu me rroba plazhi, por nuk e jep atë lehtësinë unë marr. Jeni të rrezi ju ndjeron pjesët e mia intime ti shikoni ju. E pjesë intime, po nisa ato pjesë që duken të them. Nejse më, shifeni sa ka bomba. Hajde, shal, hajde, do thoni tash ju, hajde shal, hajde. Po hajde të skime vetëm plot. Nejse më. A do ikni tash një ta shijoj këtë jetën time të mrekullueshme. Kuç